Ka mësues të Mbërdic me një nxënës. Janë bashku klasër, nuk bëhet mësim i rregullt, pra duhet të vëmë dorën te arsimi. Me mobilizu njerëzit, me shku atë ditë, mos rrinë diferencë, kështu në kontakt me njerëz shumë kush i kam në java, që me shku njësoj janë. Jo, s'janë njësoj, nuk janë njësoj. Ne jena tash jena në pension, po kena kanë edhe në punë dhe kena pas se çfarë rritjesh pagash. Si është majt fjala ata 2 mandate që qeverisi PD-ja 2005-2012-13. Vetëm kopshti i kryeministit kushton 5 milion euro. Një kopsht, do të ka bën si kopshti e Denit, ndërkohë që shtrunshi si e theksuat në fshatin më të madh të Bashkisë Shkodër, është akoma pa ujë të pishëm. Uji, dritat, çështjet e pronësisë që janë çështje thelbësore dhe problematika që me të cilat hasen vazhdimisht banorët e kësaj zone, pa fol pastaj edhe për çështje të infrastrukturës apo çështje shpronësimesh për ndërhyrje të infrastrukturës së shtetit etj, ku ka pas një vëmendje krejtësisht inekzistente prej qeverisë qendrore dhe shumë pak gjatë këtyre 2 viteve prej qeverisjes lokale. Këto 2 vite kanë faktu që edhe pse e morën ashtu siç e morën Bashkinë e Shkodrës, prap vëmendja karshi popullatës së territorit të bashkisë është jo minimale, po inekzistente. Ta kthejmë vëmendjen tek domosdoshmëria e largimit një orë më parë të kësaj që veç emri ka qeveri, sepse nuk është as pak, është i ngjan më shumë një bande kriminale që kanë uzurpuar zyrat e shtetit dhe vjedhin e grabisin për ditë qytetarët shqiptar. Nxen skandalin këtu çdo ditë, milionat e eurove janë basi me qenë letër, ndërkohë që shqiptarët, njerëzit e thjesht, vujnë me arrit fundin e muajit. Me 11 maj, ne t'i japim me votë përgjigjen që meritojnë. Nuk është më vetëm detyrë qytetare vota, miq. Është një mision kombëtar. Largimi i kësaj qeverie, sot e shihni, nuk kanë absolutisht asnjë alternativë, nuk kanë asnjë ofertë, përveç tallavas nga njëna anë edhe talljeve skandaloze. Me 11 maj, alternative vetme për të ardhmen e tyne, për tashmen dhe për të ardhmen e tyne, metet Partia Demokratike. Numri 1 dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, e cila ka mbinën absolute që falë edhe punës e mbështetjes tuaj, do të jetë fituese me 11 maj.